10 arsye pse nuk duhet të votoni Sali Berishën dhe Partinë Demokratike, një reflektim mbi historinë dhe skandalet. Partia Demokratike, PD, dhe lideri i saj, Sali Berisha, kanë qenë figura kryesore në skenën politike shqiptare që nga vitet 1990. Megjithse kanë patur rolin e tyre në kalimin e Shqipërisë nga komunizmi në demokraci, gjatë dekadave kanë akumuluar një sër skandalesh dhe kontroversash që ngren pyetje serioze për integritetin dhe aftësinë e tyre për të udhëhequr vendin. Nëse jeni duke menduar të votoni për Sali Berishën dhe Partinë Demokratike më 11 maj, këtu janë 10 arsye pse duhet të rimendoni votën tuaj. Duke përfshirë edhe rolin e Gerdecit dhe luftën civile të vitit 1997. 1. Skandali i privatizimeve të anuluara në vitet 1990. Gjatë viteve 1990, Sali Berisha dhe Partia Demokratike u akuzuan për privatizime të diskutueshme të ndërmarrjeve shtetërore. Shumë nga këto procese u bën pa transparencë dhe u quajtën korruptive, duke favorizuar një grup të vogël njerëzish në kurriz të interesit publik. Kjo çoi në një pasojë ekonomike të rëndë për vendin dhe në varfërimin e një pjese të madhe të popullsisë. Ndërkohë, pasuria e disa politikanëve të PD-s u rrit në mënyrë të papritur, duke ngritur dyshime për marrëdhëniet e tyre me bizneset e privatizuara. 2. Piramidat financiare dhe kolapsi i 1997. Një nga ngjarjet më të errëta në historinë e Shqipërisë është kolapsi i piramidave financiare në vitin 1997, i cili çoi në trazira të mëdha dhe në një krizë politike. Sali Berisha dhe qeveria e tij u akuzuan për mos ndërhyrjen në kohë dhe për lejimin e këtyre skemave të pasigurta financiare, të cilat mashtruan mijëra familje dhe shkaktuan humbje të mëdha ekonomike. Kjo krizë çoi në një luftë civile që përfshi dhunë, shkatërim dhe humbje jete. Berisha u detyrua të dorëzohej nga pushteti, por pasojat e kësaj periudhe janë ndjerë deri sot. 3. Lufta civile e 1997, një tragjedi kombëtare. Lufta civile e vitit 1997 është një kapitull i errët në historinë e Shqipërisë, i cili u shkaktua kryesisht nga kolapsi i piramidave financiare. Mijëra njerëz u mobilizuan në protesta, të cilat shndërruan shpejt në dhunë dhe anarki. Qytete të tëra u pushtuan nga rebelët, ndërsa forcat e rendit u çuan në kolaps. Kjo periudhë solli me vete jo vetëm humbje materiale, por edhe një ndarje të thellë në shoqëri. Sali Berisha dhe PD u akuzuan për mosmirëmbajtjen e rendit dhe për përgjegjësinë e tyre në krizat që çuan në këtë trazir. 4. Manipulimet elektorale dhe mosrespektimi i vullnetit të qytetarëve. Partia Demokratike dhe Sali Berisha janë akuzuar vazhdimisht për manipulime elektorale. Në vitet 1990 dhe 2000, zgjedhjet në drejtimin e Berishës u bën të njohura për padrejtësi dhe shkelje të procesit demokratik. Kjo përfshinte blerjen e votave, intimidimin e opozitës dhe përdorimin e aparatit shtetëror për qëllime personale. Këto praktika kanë dëmtuar besimin e qytetarëve në procesin demokratik dhe kanë krijuar një sistem ku fitojnë ata që kanë më shumë burime dhe ndikim. 5. Shkeljet e të drejtave të njeriut dhe shtypja e opozitës. Gjatë mandatit të Sali Berishës si president dhe kryeministër, u raportuan shumë raste të shkeljeve të drejtave të njeriut. Opozita politike dhe mediat kritike u shtypën, ndërsa aktivistët dhe gazetarët u ndeshën me kërcënime dhe ndjekje penale. Kjo krijonte një klim frike dhe kufizoi lirinë e shprehjes. Në disa raste, protestuesit u arrestuan dhe u trajtuan me dhunë, duke treguar një mungesë të plotë të respektit për të drejtat themelore të njeriut. 6. Skandali i Gerdecit, eksplozioni që tronditi Shqipërinë. Një nga skandalet më të mëdha të periudhës së PD-s në pushtet është shpërthimi në Gerdec në vitin 2008. Ky incident, i cili shkaktoi vdekjen e 26 njerëzve dhe lëndimin e qindra të tjerë, u lidh me menaxhimin e korruptuar të municioneve dhe armëve. Hetimet zbuluan se projekti për shkatërimin e municioneve të vjetra ishte mbështjellë në korrupsion dhe abuzime, me persona të lidhur ngushtë me PD të përfshirë në skandalin. Kjo ngjarje tregoi një mungesë të plotë të kontrollit dhe përgjegjësisë në menaxhimin e rrezikshëm të burimeve shtetërore. 7. Skandali i kontratave të diskutueshme. Partia Demokratike është akuzuar për dhënien e kontratave të mëdha shtetërore pa procese konkurruese të hapura. Kjo përfshinte projekte infrastrukturore dhe blerje të pajisjeve, ku kompanie të afërta me përfitonin tenderet në mënyra të diskutueshme. Këto praktika kanë qenë një burim i rëndë i korrupsionit dhe humbjeve financiare për shtetin.
8. Përdorimi i dhunës dhe fjalës së urrëtur. Sali Berisha është njohur për retorikën e tij agresive dhe përdorimin e fjalës së urrëtur kundër kundërshtarëve politik. Kjo ka ndikuar negativisht në klimën politike, duke krijuar ndarje dhe tension në shoqëri. Në vend që të promovojë dialogun dhe bashkëpunimin, Berisha ka zgjedhur të ndajë dhe të konfliktojë. 9. Skandali i pasurive të pashpjegueshme. Sali Berisha dhe disa nga anëtarët e lartë të PD-s janë akuzuar për pasuri të pashpjegueshme. Gazetarët dhe organizatat ndërkombëtare kanë nxjerrë në pah mënyrën se si disa politikanë të PD-s kanë pasur një rritje të papritur të pasurisë personale gjatë viteve që kanë qenë në pushtet, pa mundësi të justifikojnë burimet e tyre financiare. 10. Politika e ndarjes dhe konfliktit. Sali Berisha dhe PD kanë ndjekur një politikë të ndarjes dhe konfliktit, jo vetëm me opozitën, por edhe brenda vetë partisë. Kjo ka çuar në destabilizimin e vendit dhe në një mungesë të qëndrueshme të bashkëpunimit politik. Në vend që të punojnë për interesin e përbashkët, ata kanë zgjedhur të luftojnë për fuqi dhe kontroll vetja. Një zgjedhje për të ardhmen. Votimi është një detyrë serioze që kërkon mendim të thellë dhe informim të plotë. Sali Berisha dhe Partia Demokratike kanë një histori të gjatë të skandalave dhe kontroversave që ngrenë dyshime serioze për aftësinë e tyre për të udhëhequr vendin në mënyrë të ndershme dhe transparente. Nga privatizimet e diskutueshme dhe lufta civile e 1997 deri te skandali i Gerdecit dhe abuzimet e pushtetit, PD ka treguar një mungesë të plotë të përgjegjësisë dhe respektit për qytetarët. Nëse dëshironi një të ardhme më të mirë për Shqipërinë, është e rëndësishme të mos harroni këto mësime të së kaluarës dhe të bëni një zgjedhje të ndërgjegjshme më 11 maj. Zgjedhja është në duart tuaja. Votoni për një të ardhme pa korrupsion, pa ndarje dhe me respekt për parimet demokratike. PS, këto janë vetëm disa nga skandalet korruptive të zotit Berisha të përmendura në këtë artikull. Megjithatë, një hulumtim më i thellë dhe një kujtesë e gjatë do t'ju ndihmojnë të zbuloni dhe të rikujtoni se sa pak ka kontribuar ky individ për Shqipërinë dhe shqiptarët.